Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shqiptarët bashkohen në Shkup në një tjetër protestë në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kërkohet drejtësi për komandantët e saj. Opozita mban protestë kombëtare në datën 22 dhjetor, por në kryesinë e Partisë Demokratike pati debate të forta mes Flamur Nokës dhe Ervin Salianjit. 2 persona arrestohen për plagosjen e 3 fisht me thika e sende të forta në Shkodër, 5 të mitur në nënhetim, dhuna pas një konflikti për motive të dobta. Interesi të huajve për të blerë prona në Shqipëri sa vjen e rritet, 100 milion euro janë shpenzuar për apartamente, kryesisht në zonat bregdetare. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Mira shqiptar nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut u mblodhën në Shkup në një tubim mbështetje për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ata kërkuan drejtësi për ish-komandantët e UÇK-s, të cilët po mbahen në burg në Hag pas një provë. Drejtuesit e protestës deklaruan se akuzat e prokurorisë speciale janë të nxitura nga Serbia. U mbajt këtë të shtunë në Maqedoni të Veriut protesta e radhës në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mira protestues, veteran të luftës, familjar të luftëtarëve dhe mbështetës u mblodhën në sheshin Skënderbej në Shkup me pankarta e flamujt të UÇK-s, Shqipërisë dhe SHBA-s. Kreu i organizatës së veteranëve të luftës, organizatore e protestës Hysni Gucati, përsëriti kërkesat e tubuesve. Kërkojmë që kjo gjykat tjetë gjykat e mi fitle Evropa, mos t'jave faqen e zez vetës me ata njerëz, me ata prokuror dhe gjyqtar që në do prapa. Evropës i bëjmë thirrje të bëjë një drejtësi të drejtë. Ne thëmë në fillim nuk kërkojmë lëmosh, po kërkojmë drejtësi të mirë fillt. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ish luftëtar Ali Ahmeti tha se UÇK ishte një lëvizje guerrile që luftoi brenda të gjitha rregullave të luftës dhe jo siç pretendonte Serbia. Ushtria çlirimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Udhëheqësi e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykatë dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rënëve për liri. Ali Ahmeti falenderoi Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe NATO-n për mbështetjen e ushtrisë çlirimtare, si dhe generalin Wesley Clark, ish ndihmës sekretarin amerikan të shtetit James Rubin dhe ambasadorin Chris Hill për dëshmitë e tyre në dhomat speciale të Hagës. Protestat e ngjashme janë mbajtur më herët në Tiranë, në Prishtinë dhe në Hag. Gjyqi ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit, të cilët u arrestuan në vitin 2020, nisi në vitin 2023 dhe po shkon drejt përfundimit. Të katërt ish-krerët e UÇK-s i mohojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në datën 22 dhjetor, opozita do të zhvillojë një protestë kombëtare kundër qeverisë. Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se skandalet korruptive nuk po ndalen, e përpasoi rruga e vetme mbetet përballja me Ramën në bulevard. Partia Demokratike do të zhvillojë protestë kombëtare në 22 dhjetor para godinës së kryeministrisë për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Vendimi u lajmërua nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë mbledhjes së kryesisë, e cila theksoi se protestat janë strategjia kryesore e opozitës kundër qeverisë Rama. Me datën 22 do të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi penges për kundrazi, nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjerë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të lira. Agent tjetër nuk ka dhe nuk mund të ketë Partia Demokratike.
Vendimi për protesta u miratua pasi gjykata kushtetuese pezulloi masën e sigurisë të vendosur nga gjykata e posaçme dhe ktheu në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ne jemi para një realiteti shumë të zymt, pra një realitet të cilin vjedhja e shqiptarëve nuk ka ma frena. Është licencë se kjo që bëri me pezullimin e pezullimit, gjykata mori përsipër apelin dhe gjykatën e lartë dhe të pezulloi masën e sigurisë. Imagjinoni ju tani se çfarë ngelet themelit. Por paralelisht me protestat, Berisha lajmëroi radikalizimin e aksionit në parlament, duke sqaruar se Partia Demokratike do të ndërpresë çdo bisedim për reformën zgjedhore dhe territoriale. Sipas tij, sjellja e mazhorancës në rastin e avokatit të popullit, të cilën e votuan pavarësisht se opozita i tërhoqi firmat, tregoi se me Partinë Socialiste nuk mund të bisedohet. Dhe me këtë unë mendoj dhe insistoj, Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese. Përfunke. Nuk mundet kurrë. Pjesë e mbledhjes së kryesisë ishte edhe Ervin Saliani, i cili ka nisur një lëvizje për hapjen e Partisë Demokratike. Flamur Noka dhe Ervin Saliani janë përplasur ashpër në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Noka akuzoi ish-deputetin se po i shërben Ramës me takimet në bazën e PD-s, ndërsa Saliani e bëri përgjegjës Nokën për shkatrimin e partisë, sidomos me mbështetjen që ju dha Endri Shabanit. Mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike u shoqërua me debate mes disa prej anëtarëve të kryesisë dhe Ervin Salianit, i cili ka nisur një lëvizje për ndryshimin e PD. Mësohet se gjatë mbledhjes së kryesisë, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka ka akuzuar Salianin se po i shërben Partisë Socialiste me takimet që po zhvillon. Ndërsa Saliani ka kërkuar dorëheqjen Flamur Nokës pas situatës së krijuar me avokatin e popullit, duke akuzuar se shkatërroi PD-n. Burime nga kryesia bëjnë me dije se në këtë moment deputetët Elda Hoti dhe Bledi Himçi i kanë kujtuar Salianit se ka qenë ai që ua ka kërkuar të firmosin për Endri Shabanin. Përplasjet mes Ervin Salianit e Flamur Nokës kanë vazhduar edhe në komunikimet me gazetarët. Ju po flisni për agenda jashtëpartiake të cilat janë në shërbim të qeverisë, por sot dorëheqja vetme që kërkohet nga gjithkush në këtë vend është dorëheqja e Edi Ramës. Vendimarrja e Partisë Demokratike, e cila ishte e paqartë në shumë situata, bën përgjegjës. Ju kujtoj një rast saktuar në zgjedhjen e ish-presidentit Bamir Topi, në momentin që 6 deputet të Partisë Socialiste votuan për presidentin e asaj kohe, pati dorëheqjet menjëhershme. Gjatë mbledhjes, deputeti Bledi Himçi akuzoi Ervin Salianin se kërkon të organizojë takim në Elbasan me ndihmën e Suel Çelës. Tani këto janë budalliqe që unë nuk kam takuar në asnjë moment asnjë personalitet të krimit. Suel Çela është angazhuar për të telefonuar, pra për të kërcënuar dhe shantazhuar demokrat që të mos merrnin pjesë në foltorin e Sali Berishës dje, por të marrin pjesë në një foltore tjetër të nesër me të pasër se nuk e di datën të saktë. Dy protagonistët e përplasjes masive me thika e sende të forta janë vënë në pranga nga policia e Shkodrës. 5 të rinj të tjerë janë vënë në hetim për konfliktin e dhunshëm. Nga përleshja të premtes mbetën të plagosur 3 të mitur. Policia Shkodrës ka arrestuar 2 të rinj, ndërkohë 5 të mitur janë vënë në hetim në lidhje me përplasjen fizike që ndodhi pak metra larg gjimnazit Shejnazi Juka në qytetin Verior. Sipas bluve, në pranga kanë përfunduar 24 vjeçari Klevin Thepi dhe Doronesto Kudha 19 vjeç. Sipas burimeve, 2 të arrestuarit kanë qenë persona që kanë nisur konfliktin, madje autori dyshuar i plagosjes së 3 fisht dyshohet të jetë 24 vjeçari Thepi. Ndërkohë 5 të miturit të vënë në hetim janë nga mosha 16 deri në 17 vjeç. Ende nuk dihet arsyeja e sherrit mes adoleshentëve, por sipas policisë ngjarja ka ndodhur për motive banale.
Siç duket nga pamjet, grupi të rinjve përplasin me një grup tjetër mbi 10 persona, të cilët i kanë rrethuar dhe i kanë goditur duke përdorur dhe mjete prerëse. Si pasojë e këtij konflikti, 3 të rinj, mes tyre 2 vëllezër, kanë mbetur të plagosur. Ata janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku morën ndihmën e parë. Edhe ky vit po tregon se interesi të huajve për të blerë prona në Shqipëri sa vjen e rritet. Të dhënat tregojnë se qindra milion euro janë shpenzuar kryesisht për apartamente. Ekspertët vërejnë se në Bregdet vendi ynë ka çmime më të lira se sa Greqia apo Malizi. Euro për blerje të pasurive të paluajshme gjatë periudhës korrik shtator të këtij viti. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në total në 9 muajt e parë të vitit, blerjet e të huajve kanë arritur në 392 milion euro, duke u rritur me 32% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Zakonisht i blejnë për shtëpibanimi. Atraksioni që ka Shqipëria, duke përfshirë klimën, duke përfshirë natyrën, ndodhemi në mesdhe, në një nga trekëndshët më të mirë për sa i përket banimit edhe jetesës. Ata që janë më shumë të tërhequr ndaj pronave në Bregdet janë amerikanët, polakët kanë vite që bëjnë prona në Sarand, çekët, por tani më nuk është tabu, janë pothuajse gjitha shtetet europiane që blejnë prona në Bregdetin shqiptar. Edhe pse pjesa më e madhe i blejnë për banim, ka dhe nga ata që i konsiderojnë pronat si instrument investimi. Sipas anketave të Bankës së Shqipërisë, gati 1 në 5 shtëpi të shitura blihen nga emigrantët shtetas të huaj. Këta blerës janë gjithashtu pjesa e grupit që po presin fillimin e vitit të ri për të përfituar nga procesi rivlerësimit të pronës me 5%. Normalisht ka të bëjë shumë dhe agjenti imobiliar, i cili ja ka shit shtëpinë më përpara një të huaj dhe informacionet që ai jep të huajt për sa i përket legjislacionit shqiptar. Nëse ja jep të saktë, automatikisht edhe ata e kanë patjetër domosdoshmëri edhe shumë lehtësi për të bërë dhe ata rivlerësimin njësoj si pjesa e blerësve në Shqipëri që jemi. Sektori pasurive të paluajshme mbetet aktiviteti kryesor ekonomik ku të huajt investojnë, duke zënë rreth 30% të totalit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri. 3 të rinj janë kapur në flagrancë nga policia duke hapur gropa në varret monumentale ilire të Selcës së poshtme në Mokër, ndërsa një i katërt ka mundur të largohet me motor. Ata janë vënë re nga banorët e fshatit duke gërmuar në pjesën anësore të territorit arkeologjik. Kjo është hera e parë që policia kap në flagrancë persona që gërmojnë për të gjetur metale apo objekte arkeologjike me vlera të mëdha. Varret ilire të Selcës, që i përkasin fundit të shekullit të 4 para Krishtit, janë unike për nga lloji i tyre në të gjithë Europën. Ato janë shpallur zonë arkeologjike e kategorisë së parë. Përfutja e personave që kërkojnë objekte në to është tepër e lehtë, pasi ambienti nuk është i rrethuar. Numri aplikimeve për paketën e maleve në qarkun e Fierit ka arritur në 154. Interesi më i lartë është në fshatrat e zonës së Mallakastrës që ndodhen pranë lumit Vjosa. Zonat kudrinore të Mallakastrës kanë interesin më të lartë në të gjithë territorin e qarkut Fier për të aplikuar për paketën e maleve, një nismë i qeverisë për mbështetjen e turizmit dhe agrobiznesit. Sipas drejtorit të pyjeve dhe mjedisit pranë bashkisë Mallakastër, Ledian Shehaj, kryesisht në zonat me fushpamje drejt lumit Vjos, deri më tani numërohen 48 aplikime, ndërsa bujtinat, komplekset blektorale, restorantet dhe panelet diellore janë bizneset më të preferuara në perspektivën e zhvillimit të qëndrueshëm. Ku dominojnë fshatrat Drenov, Hekal, Kut dhe Çorush, duke qenë sepse këto zona kanë fushpamje me luginën e lumit Vjosa dhe është një destinacion turistik. Por jo vetëm këto 2 zona, janë dhe zonat të tjera si liçenet e Lumarës, pjesa në kufirin ndarës midis bashkisë Patos dhe Reskovec, ku është një masiv i lartë pyjor dhe ka një fushpamje panoramike shumë të bukur, dhe këto janë ndër zonat që dominojnë në këto aplikime. Paketa e maleve pritet të jap një hovë zhvillimit ekonomik të Mallakastrës, ka theksuar Shehaj, duke ndikuar në ripopullimin e fshatrave përmes krijimit të vendeve të reja të punës pas shpopullimit të lartë të viteve të fundit. Pjesa dominuese janë emigrantë, duke filluar nga shteti grek, italian, gjerman dhe deri në shtetin e Amerikës. Dhe ardha e emigrantëve, investimi pranë trojeve të tyre, besoj sepse do të ndikojë në investimin dhe në popullimin e këtyre zonave.
Një ndër aplikuesit e paketës së maleve, Dash Norvelia, i pohon se është kthyer nga Amerika për të investuar në vendlindjen e tij. Ai zotëron një fermë me rreth 400 krerë bakti të imta dhe synon të ndërtojë dhe disa bujtina. Duhen të mira këtë investim nga paketa e malëve për të krijuar mundësi zhvillimi në fshatin tim. Për të ngritur disa bujtina. Është e papranueshme që të rinjtë e zonës të detyrohen të investojnë jashtë vendit, thot Veliaj, duke apeluar për më shumë mbështetje nga shteti shqiptar. U bëjnë thirrje të gjithë emigrantët që janë larguar nga zona e Mallakasës dhe nga fshati im, të vinë të kthejnë, të investojnë ato 5 lekë të ardhur që kanë në fshatrat e tyre. Megjithëse në pjesën më të madhe të territorit të qarkut Fier mbi zotërojnë zonat fushore, ka dhe vende ku mund të zbatohet paketa e maleve. Numri total i aplikimeve deri më tani ka arritur në 154, kryesuar nga Fieri me 50 aplikime, Mallakastra me 48, Lushnja me 37, ndërsa Patosi, Roskoveci dhe Divjaka renditen me një numër më të ulët aplikuesish. Pas Peqinit, edhe Lezhë zhvilloi panairin e gjelit të detit. Problemi kryesor për fermerët e zonës mbetet tregu, por këtë vit ata presin që shitjet të jenë të larta. Në Lezhë organizua këtë të shtunë panairi i gjelit të detit, i cili konsiderohet një mundësi e rëndësishme për promovimin e produkteve vendase dhe veçanërisht gjelit të detit, i cili prej dekadash është simbol i zonës. Mbashtruesit e gjelit të detit në zonën e Mabes treguan se rritja e këtij shpendi kërkon shumë kujdes dhe është një proces i lodhshëm. Për shumë prej tyre sfida më e madhe mbetet tregu, pasi produkti shitet kryesisht gjatë festave të fundvitit, periudhë në të cilën kërkesa rritet ndjeshëm. Kjo zonë ka traditë për gjelin e detit. Është një nga shpend më të mirë, më të shijshëm, rritet me bio, me ushqim bio dhe ka pas treg, ka pas shitjes, nga që është i rritur me mall të zonës bio. Sfida i ka vështirësitë e veta, por ja kemi dal, nga që tregu po shkon mirë boll, po shkon si treg dhe ja kemi dal. Gjeli i detit në vërtet është shumë i vështirë më rrit, po është shumë i bukur kur shitet. Po na shesim vetëm një herë në vit, ndër për festat e fundvitit. Sigurt ishte mushit gjatë gjithë vitit, do ishte shumë më mirë, edhe për atë si e blejnë, edhe për nësi i rrisim. Panairi u mbyll me ekspozimin e 10 gjelave të detit dhe produkteve të tjera tradicionale të Zadrimës, duke krijuar një atmosferë festive dhe duke i rikujtuar publikut rëndësinë e ruajtjes së traditave bujqësore. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.